Thjesht dua t'ju falenderoj dhe njëherë nga zëmra për mbështetjen e sotme, për mbështetjen e vazhdueshme që më keni dhënë mua dhe Federatës Shqiptare të Futbollit. Për mua kjo nuk është thjesht një votim, por është një përgjegjësi e madhe, është një vlerësim dhe më bën apo më detyron që t'jem akoma më i përkushtuar në shërbim tuaj, në shërbim të Federatës Shqiptare të Futbollit. Pa e zgjatur, ju premtoj që ne do të bëjmë maksimumin që federata jonë dhe loja jonë, futbolli jonë, kampionati, ekipet kombëtare, zhvillimi i infrastrukturës dhe stabiliteti financiar i FSHF-s të jenë në nivelet maksimale në vitet e ardhshme. Një urim shumë special do të rikthehem atë që ne mendojmë gjithë, uroj që ne gjithë bashkë të jemi pjesë e kampionatit botëror 2026. Suksese Silvinus, suksese ekipit kombëtar. Faleminderit edhe një herë gjithëve.